Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Zoti Geci, ta tërheqë vrejtje. Edhe po të lirohet, edhe nuk ka kurfar kredibiliteti përballë figurës së me çështjen të cilën është thirrë kryeministrit Kurti. Faleminderit. Zoti Geci. Vazhdojmë me kundër replik, zonja Qitaku. Replik, 2 minuta. S'po di qësh me të thonë se me të thonë deputat nuk e meriton. Nuk kisha besu kur kryetare e kuvendit, deputat nderuar, që nga foltoria e kuvendit Republikës Kosovës vjen një lutje në formurime për dënim me burg të përjetshëm për njerëzit që kanë luftu për lirinë e këtij vendi. Ju duhet të ndiheni i turpruar. Duhet të ndiheni i turpruar dhe lëvizja vetëvendosje, nëse nuk mendon si ju, mu tani. Ju ftoj juve si kryetare dhe shefen e grupit që të distancohet. Duhet t'ju vi turp. Jo, zoti Geci, nuk e merrni fjalën. Vazhdojmë me diskutimet e tjera. Fjalën e ka Eman Rahmani, më falni. Sot këtu në këtë seancë u thanë shumë fjalë nga deputetët, shumë pavërteta, gjithsesi ja vlen të theksohet publikisht ajo që besoj është e ditur për qytetarët, qëndrimet e grupit parlamentar dhe televizjes vetëvendosje në lidhje me luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës janë publike, të qarta edhe qëndrojnë pas tyre. Lufta çlirimtare ka qenë e drejtë, e pastër, dhe ne respektojmë përpjekjet e të gjithë të rëndëve për liri, të gjithë atyre që kanë kontribuar për lirinë e vendit. Faleminderit zonja Nagafci. Vazhdojmë me deputetin Eman Rahmani. Ai qëndrim nuk është as i kuvendit, as i vetëvendosjes, as i imi si kryetare e kuvendit, e as i shefës grupit parlamentar, prandaj natyrisht që distancimi nga një pretendim i tillë ose nga një fjalim i tillë është i kuptueshëm. Faleminderit.